të them gati 70% thoshte që ne i kemi kryer marrëdhënie seksuale sepse shoqet tona kishin presioni e grupit. Dhe ne presioni, kryen dhe për shkak sepse është mosha e tyre që kryen shumë gjëra për shkak të presionit të grupit. Që ushton shoqëria. Që ushtron shoqëria. Kjo ndodh. Është një nga arsyet për jo vetëm. Pjesa më e madhe e arsyeve janë arsye të shërbimeve psikologjike. Tani, Genta, sa kushton ignoranca seksuale? Sa kushton? Sa raste vinë dhe me çfarë sëmundjesh që të vënë ndonjëherë t'i vësh duart në kokë? I ka vënë Në rast abuzimi, të mos dish pjesën se Genta i ka vënë sot, më falë sot, që kishim për të bërë disa ekzaminime dhe analiza dhe më qonë një foto. Kjo, thot, pas ka dhe parazit, unë i shoh dhe enta me i ba. Dhe unë qesha interesante. Pra, do me thënë, Genta sot është ndeshur, vërtet me ca infeksione shumë interesante. Ne shohim shumë të papritura. Kjo i përket moshave të ndryshme, dhe sigurisht që tek brezi i ri është shumë për të ardhur keq, sepse të fillosh në një moshë shumë të vogël, të diagnostikohesh me sëmundje të cilat mund t'jenë edhe për gjithë jetën. Kujtoj një rast i cili ishte një vajzë e vogël, adoleshente, ishte 17 vjeç, dhe shoqëronte mamaja, dhe vajza ishte e gjitha infektuar me një HPV, në më thënë e cila kishte, në më thënë, bashkë me doktoresh Mozën, në mbaj mend atë rast, ishte shumë i dhimbshëm. Erdhën të dy prindërit. Po, dhe ka qenë. Dhe do me thënë, janë gjërat të cilat realisht janë këmbana, alarmi, për të marrë shkasë dhe për të folur, për të Dhe HPV-ja ishte shkak i një seksi të pambrojtur? Një marrëdhënie të pambrojtur, po, një marrëdhënie krejt e pambrojtur. Ose mund të marrëdhënie abuzive. Jo, nuk ishte për shembull në rastin konkret, për shembull, të dy ishin viktima të kësaj sëmundje. Pra dhe djali që ja kishte transmetuar, nuk kishte informacion. Pra nuk ishte një marrëdhënie abuzive, ishte një marrëdhënie pra e pranuar në moshën e adoleshencës dhe situata kishte dalë jashtë kontroll nga ana shëndetësore. Po mirë, këta meshkujt, se unë mendoj se faji kryesor vjen nga meshkujt, a doktoresha? Jo, numri i këtyre infeksioneve me human papilloma virus ka ardhur duke u rritur edhe mbas të një studimi të Institutit Shëndetit Publik. Çfarë ndodh konkretisht? Ky virus, human papilloma virus, është mbi 129 tipe. Më kuptoni edhe fillimisht, ai jep një këmban alarmi, një ndryshim në qafën e mitrës, që thot, po, s'u interesove ti unë të bëhem kancer. Kuptojeni, e njëjta gjë për femrat, e njëjta gjë dhe për meshkujt. Pra, ky virus transmetohet seksualisht, vetëm seksualisht. Si bëjmë ne, tash do ta pyes Rodinën të më thot, mua më erdhi një çift që